Prokuroria e posaçme ka shpallur pretencën për Samir Rosales Rodriguez, shtetasin kolumbian i konsideruar si kimist i grupit kriminal që do të nxirrte kokainën e fshehur në ple organik në laboratorin e Frakullës së Madhe në Fier. Prokurori çështjes Adnan Xholi kërkoi dënimin e tij me 14 vite burg, ndërsa bëri me dije se Rodriguez po gjykohet në mungesë në Shqipëri dhe se autoritetet shqiptare po presin ekstradimin e të pandehurit nga Kolumbia. Ai u arrestua në shtator të vitit të kaluar nga autoritetet kolumbiane pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar në kuadër të hetimeve për laboratorin e kokainës në Frakull. Sipas hetimeve të SPAK, Rodriguez udhëtoi nga Kolumbia drejt Greqisë, më pas në Maltëzi dhe Shqipëri, me misionin për të ekstraktuar rreth 480 kg kokainë të përzier me pleh artificial. Ngarkesa mbërriti në Shqipëri në shtator të vitit 2022 dhe u transportua në ambientet e magazinës në Frakull. SPAK vëzhgoi kimistin dhe provoi se ai mori një kampion nga ngarkesa e Frakullës, duke konfirmuar më tej se në pleh kishte kokainë. Operacioni çoi në zbulimin e laboratorit dhe arrestimin e disa personave, mes tyre dhe ish kryekomunari Viktor Çervanaku. Për këtë dosje, gjykata ka dhënë deri tani dënime që arrin në total 89 vite burg për anëtarët e këtij grupi kriminal.